Një mësuese në shkollë lodhi fëmijët, të cilët mezi po prisnin të shikonin provimin e tyre. Dhe në drasën e zezë ajo shënoi numrin 1. Të tërë u habitën duke thënë mësuesi njëshnave. Dhe vazhdoi profesoria. Njëshi tha, është karakteri juaj. Unë po jap edhe një 0, tha. 10, tha. Është nota që unë do ju jap, tha. Po shtoj dhe një 0, tha. U bëj 100, tha. Kjo është ëndra e suksesit tuaj, tha. Po shtoj dhe një 0, tha. U bë 10.000. Kjo është ardhmja juaj, tha. Po shtoj dhe një 0. U bë karriera. Po shtoj dhe një 0 tjetër, tha. Kjo është pasuria juaj. Dhe u bë shifra 1 milion. Por, tha, në qoftë se unë do heq njëshin këtu, tha, që është karakteri juaj, tha, të tëra këto mbetin në 0, tha. Prandaj, kur ta isni në rrugën e jetës, mbajeni fort njëshin, se ndryshe do fshiheni komplet. Dhe nga ju s'do mbetet asgjë, përveç 0-s. Është një histori e bukur e një mësuesi të mençur, pasi mësuesi nuk është ai që të vë notën, por ai që të përgatit për të ecur në jetë dhe të bën të kuptosh në të vërtetë shkallë të jetës. Pasi diplomat që u morën pa merituar, të dhëna nga mësues të papërgjegjshëm, u bën torturë e një vendi sot, e një vendi të tërë. Dhe ata prindër që sot vajtën dhan para që fëmijët e tyre të kishte një punë të rehatshme, sot përplasin në përzyra se nuk gjejnë dot zgjidhje për asgjë, sepse i tëra i brez mori 0 por jo 100. Prandaj të kuptojmë se sa me vlerë ka ju diploma, për mënyra si e merr atë.